Përshëndetje, në episodin e sotëm kemi me diskutu rolin e psikologut në një shkollë Montessori edhe për me bu këtë diskutim, sot me mu është psikologja e shkollës tonë, Egzona Maxhuni. Mirë se erdhe, Egzon. Na njihemi mati, është një kohë prej që ti punon në Nido. Do është me fillu prej fillimeve, do me thonë qysh kanë qenë observimet e tua të para prej që je pjesë e shkollës tonë edhe do e pas parasysh backgroundin tënë, çka ke pa ndryshe në shkollën tonë krahasim me eksperiencën tonë të kalume. Okej. Observimet e para në një shkollë Montessori janë ndërhapat më të rëndësishëm për me kuptu zhvillimin social, emocional dhe njës të fëmijës. Nuk është esenca për me definu një sjellje e mirë apo e keqe, mirë po është një proces profesional i cili e kupton pak a shumë ritmin në të cilën zhvillohet fëmia dhe ndërveprimin e tij me ambientin. Na krejt e dim, mas jemi në qëtë fush, që edukatorja është observusi i parë, ose njeriu i parë që mundet me vrejt një diçka të caktume brenda klasës, për shkak që i njeh shumë mirë dinamikat edhe i njeh individët që janë brenda aty. Megjithatë, mësuesja e bën një lloj observimi shumë të përgjithshëm. E masni këtu hin roli i psikologës në rastet kur na i bojmë takimet me juve në grup. Po du me fol pak për rolin tënd ose të psikologëve si observues mbrana klasës, qysh qaset edhe qysh e fillojmë qatë procesin e observimit edhe plani strategjik për një çështje të caktume. Roli i psikologës në një shkollë Montessori definitivisht është një ndër rolet kyçe ose përcjellëse që mundet me përcjell një institucion edukues, për shkak që shërben si një lloj urë lidhëse si prindet, institucionet edhe fëmijët. Zakonisht gjatë observimet, psikologu i shkollës është ma holistik, është ma detajues, për shkak që edukatorët normal dinamika atyre është ma gjithëpërfshirëse, edhe mundohet me i vrejt disa detaje caktume, për shembull në aspekt vëmendjes, të fokusit, kohëzgjatjes aktivitetet, interesit aktivitetit, identifikimin e vështirësive caktume, e tjerë. Çka deshta mund dalësh për shembull edhe psikologu mirët edhe me atë pjesën e tantrumeve. Për shembull në rastet kur një fëmijë shfaq tantrume caktume, psikologu është aty pak a shumë me e ndihmu edukatorës, mirë po edhe fëmijët me hapa përkatës me e gjetë zgjidhjen sa më të mirë për fëmijën. Zakonisht ka praktikohet në këto raste është ruajtja e qetësisë, empatizimi i fëmijës, marrja një fëmijës për shembull që shfaq tantrumin në një kënd caktuar me bisedu, shkaktarin pse po e bën, edhe në fund është ofrimi i zgjedhjeve të kufizuara. Çka deshta me thonë me këto është që për shembull nëse një fëmijë der diçka mi tavolinë ose reziston me e kry një detyrë deri në fund, i ofrohet një zgjidhje ku për shembull e bën ato të fuqishëm në marrje të vendimeve, mirë po të njëjtën kohë nuk e privon prej përgjegjësisë për me e largu për shembull detyrën paraprake që ja ka definu edukatorja. Një rast shumë i rëndësishëm ku mendoj që hyn roli juaj në funksion është pjesa e verbalizimit të ndjenjave dhe emocioneve. Na e dim prej praktikës që fëmijët të cilët nuk janë në gjendje në raste të caktuara me verbalizu ato çka po e ndjejnë, masnej e kanë tendencën me e mbështet me një sjellje të caktuar. Qysh në një shkollë Montessori qysh mendon ti që ish dashur me qenë që ky menaxhim? Pinu që sjellja është formë e komunikimit, mirë po ju e verbalizuar me fjalë, po me anë gjestave. Tani është kjo pjesa ku për shembull ti nuk mundesh me pas impakt drejt për drejt pa e kuptu thellë apo çka është shkaktari që po e shkakton ç't pjesë. Për fat, për shembull na kemi ekip multidisiplinar, për shembull që është një logoped edhe një psikolog që munden me gjetë pak a shumë që të zanafillën e problemit. Në asë institucion parafillor kemi punë me mosha të hershme. Kisha dashur me u ndal pak te fakti se qysh menaxhohet që ajo pjesa e një sjellje ose një çështje caktume, edhe kur është koha më e mirë me u adresu kjo tek prindi ose tek një profesionist tjetër shëndetësor. Fillimisht do të më ndodh kur edukatorja e shfaq një lloj shqetësimi rreth një fëmijë caktuar, edhe pastaj bëhet një lloj observimi me shikues sa ka sjellja konsistencë.
do me thonë janë disa faktorë që na duhet me I pas parasysh që fëmia ka nevojë për trajtim të mëtutjeshëm, edhe me adresu të profesionistë të fushës. Zakonisht çka bëhet në këto raste është një qasje graduale, e cila pra kërkon vëzhgim sistematik, merr informacion nga prindi, merr informacion nga edukatorët, shikohet pak a shumë dinamika të cilat zhvillohen në klas, nevojat e fëmijët, pjesa e zhvillimit të fëmijët është koherent me moshën, edhe në bazë të tyne faktorëve na pak a shumë e shohim këtë pjesën e zhvillimit të fëmijët. Po, dhe kjo mundësohet prej raporteve zhvillimore cilat na I hartojmë në periudha të caktume kohore, ku mas ne brenda raportit adresohet çështja e caktume e cila ka nevojë për mbështetje ose për një intervenim të caktuar. Njëna prej shqetësimeve me cilat ballafaqohemi çdo ditë është gjatë këtij tranzicionit prej shkollës Montessori në një shkollë fillore tradicionale, është përgatitja emocionale që e kanë fëmijët për me kalu prej një sistemi Montessori në një sistem ndryshe që është sistemi tradicional. Mendoj që personi adekuat për me folë për këtë aspektin e menaxhimit emocional kishe me qenë ti, me na tregu pak çato hapa që I ndërmarrim na për me qenë një fëmijë emocionalisht gati për me marrë këtë hapin e ri. Është rëndësishme me potencu që Montessori nuk fokusohet vetëm tek gjuha dhe matematika, mirë po tek pavarësia dhe pjekuria emocionale. Gjatë kësaj periudhe ku fëmijët vijojnë kopshtin janë disa komponent kryesor që pak a shumë na I vrejmë si institucion që fëmiu është I gatshëm për klasë parë. Një ndër ato komponente është vetë kontrolli, kalimi I ciklit prej një detyrës në detyrën tjetër, fokusi, përqëndrimi, është mirësjellja, ku fëmiu mëson se si me kërku ndihmë, si me ndërpret tjetrin, me ndëgju deri në fund, edhe tani zhvillimi I aftësive akademike përmes materialeve caktuara të cilat I ofron Montessori. Egzona e dim rëndësinë e të pasurit një psikolog në shkollë, jo për shkak të psikologut si prezencë, po për shkak që ai krijon marrëdhënie me këtë individët brenda institucionit, edhe në këtë mënyrë duke bashkëvepruar me njëri tjetrin, na po e krijojmë çato kushtet dhe mjetet e nevojshme që I kanë fëmijët për me përmbyll ciklin e tyre të natyrshëm të zhvillimit, edhe mas ne me I përgatit në çdo aspekt, po sidomos në aspektin emocional, për shkollë, po edhe për jetë. Unë po du me të falenderu shumë për punën e përditshme që e bojmë bashkë, edhe po besoj që kemi me diskutu edhe tema dhe çështje të tjera në të ardhmen. Faleminderit, ke kënaqësi si çdo herë.